Një nga kantierët më të rëndësishme rrugore që po punohet në veriun e Shqipërisë është rruga e Komanit, që lidh dy prej hidrocentraleve të rëndësishme të vendit, Vaudesin me Komanin. Por njëkohësisht ky aks rrugor vitet e fundit ka marrë një rëndësi më të madhe edhe për zhvillimin e turizmit, pasi të lidh me lumin e Shalës, luginën e Valbonës dhe një pjesë të Alpeve. Puna ka nisur me 10 kilometrat e parë nga Komani në drejtim të Vaudesit, në segmentin ku gjendja rrugës ka qenë më e dëmtuar. Për banorët e kësaj zone, ky është një investim i shumë pritur dhe që kanë gjallur interes edhe tek të larguarit që të kthehen për të investuar në vendlindje. Kjo është shumë e rëndësishme, shumë e pritën prej shumë vitesh, domethënë ne na bën pak edhe si të bezdis shumë derë në derë, po kjo do të nikojë 100% për mirë. Ka qenë domosdoshme, rruga e degraduar krejtësisht e degraduar, të do të ketë një nikim shumë të madh, ndryshim 100%. Sa herë vinë turistë aty na pyesin a ka një rrugë tjetër për mu kthy. Na i thojmë çfarë thonë, e bëjmë pak qesharakë dhe i thojmë vetëm për hava. Për ne të rinj, sidomos këtu që jena prej Komanit, është shumë e rëndësishme sepse na bën që ne mu kthy hala te vendi jon, edhe me pse jo me investu edhe për këtë vend, se në fund ditës ne jena prej këtij vendi, nuk do të më e lanë. Edhe me thënë drejtën, unë për veten time, unë mas shumë vitesh du me pa këtë vend, domethënë me shumë investime të reja, me shumë gjëra të mira, edhe pse jo minimu edhe prej tonë këto, edhe mu kthy prapë. Ne shumë të kënaqur për kësaj rrugët, me fjalë fryma e frymëzimi me dhënë Koman është rruga. Që aty fillon në sezon. Unë jam kthy për emigrimit, e mundu me hap i biznes, po pengesa më e madhe ka qenë rruga. Përveç zhvillimit të turizmit, ndërtimi i rrugës krijon lehtësi edhe për shërbimin shëndetësor në Koman. Nuk kanë qenë të pakta rastet kur emergjencat shëndetësore kanë kërkuar dërgimin e pacientëve drejt Spitalit të Shkodrës dhe distanca shpesh ka vënë në rrezik jetën e tyre. Unë jam Pashka Ndreu, infermierën qendër shtetësore Koman, muloj edhe urgjencat e gjithë zonës që është nalt, plus që në sezonin veror kena një fluks të madh prej turistëve, mulojmë edhe ato. Kena pas shumë vështirësi me përcjelljen e të smurëve deri në Spitalin e Shkodrës, edhe shpesh herë i kena përcjell edhe me makinat tona derisa jena taku me ambulancën, se ka qenë shumë e vështirë transporti i tyne. Me hapjen e rrugës, ju na keni fal jetë. Them drejtën, gjithë kanë problem, kanë pas problem rrugën, gjithë kanë përfitu prej kësaj rruge, por më shumë sa s'kush besoj se shëndetësia, se kena të bëjmë me jetën e njerëzve. Kur e kam transportu të smurin, po thëna për 2 orë sa, shkurtohet gjysa e kohës dhe merr ndihmën në kohën e duhur, dhe gjithçka hecmar. Rruga e Komanit është një nga akset më të vështira, por edhe më piktoreske në veri të vendit. Lidh Shkodrën me liçenin e Komanit dhe vijon drejt Vjerzës, duke shërbyer si pjesë e një itinerari të rëndësishëm për ata që udhtojnë drejt Alpeve. Me rëndësi turistike dhe ekonomike, amortizimi i rrugës ishte kthyer në një prej shqetësimeve serioze të 3 dekadave të fundit, duke shkaktuar problematika të shumta dhe siç duket, nisja punimeve më në fund do të ngjall shpresën dhe interesin që kjo zonë të frenojë shpopullimin dhe turizmi të marrë një hovë edhe më të madh.